Lë të ndjenjës së çlirimit patën në sy familjarët e biznesmenit të ndjerë Bedri Rexhepi pas vendimit të gjykatës lidhur me këtë rast. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi të akuzuarit Jetan dhe Nexhat Vllasaliu me burgim të përjetshëm dhe konstatoi se ata janë përgjegjës edhe për vrasje të rëndë në bashkëkryerje, edhe për veprën penale dëmtimi i varreve apo kufomave, që lidhet me zhdukjen e kufomës së të ndjerit. Akuzuarit Jetan Vllasaliu dhe Nexhat Vllasaliu janë fajtor, andaj kjo gjykatë në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Avokati i familjes së viktimës Besnik Berisha tha se dënimi është ai që e priste, derisa avokati i të akuzuarit Nexhat Vllasaliu tha se nuk u morën parasysh vërejtjet e mbrojtjes. Sot familja e dëmtuar mori së paku një satisfaksion moral për dënimin që shqiptua atyre që bën gjithçka për ta mbuluar një krem. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta, ndërkaq dënimi i shqiptuar është dënimi i pritur. Sa i përket klientit tim Nexhat Vllasaliut, unë në vendim i rond, burg i përjetshëm, bashkëkryer, 6 shërtimit kryesor ne kemi cek të gjitha të metat të cilat i ka pas akt akuza, fatkeqësisht ato nuk janë përfjell. 4 të dëmtuarit në këtë rast, gjykata i udhëzoi të realizojnë të drejtat e tyre përmes kontestit civil. Sipas akt akuzës, në periudhën 9 janar 2021, 8 prill 2021, vëllezërit Vllasaliu kishin planifikuar për ta vrarë Bedri Rexhepin me qëllim të përfitimit të pasurisë. Sipas akt akuzës, viktima ishte vënë në lajthitje nga vëllezërit Vllasaliu, duke ofruar përshitje 2 vetura me vlerë prej 30.000 eurosh. Më 8 prill 2021, Rexhepi kishte shkuar në shtëpinë e njërit të pandehur. Aty sipas akt akuzës Jetan Vllasaliu duke ngulfatur e ka mbytur Rexhepin duke menduar se e ka me vete shumën e të hollave prej 30.000 eurosh, siç ishin pajtuar për shitjen e veturave. Sipas akt akuzës, veturën e të ndjerit Rexhepi, Nexhat Vllasaliu e ka dërguar në arat e fshatit Shushicë të Graçanicës, duke u koordinuar vazhdimisht për këto veprime me të vëllain Jetonin. Pas më shumë se një viti që nga vrasja, mbetjet martore të Rexhepit ishin zgjetur më 30 shtator 2022 në vendin e quajtur Mali i Madh në Vllasali të Novobërdës.